Edhe politologu Adnan Çaka mendon se protesta po politizohet. Çaka në një prononcim për gazetën Bota Sot, thotë se kjo protest ka më shumë karakter politik se sa qytetar. Protesta ndaj gjykatës speciale do të ishte shumë e nevojshme nëse ajo nuk do të kishte karakter politik. Fatkeqësisht, protesta e deri tanishme nuk kanë pasur efekt të dukshëm dhe në shumicën e rasteve kanë qenë të politizuara. Megjithatë, efekti potencial i një proteste të tillë do të mund të ishte ushtrimi i presionit ndaj faktorit ndërkombëtar, në veçantë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ato të përfshiheshin më drejt për drejt në proces, me synimin që ose të shpërbohej gjykata speciale ose të paktën të ndikohej në shpalljen e pafajësisë së ish krerëve të OÇK-s. Në praktik, megjithatë, kjo protestë ka karakter më shumë politik se sa qytetar. Ajo synon të përcjellë mesazhe të qarta politike, përfshirë edhe paralajmërime për tensione të mundshme në rast se gjykata shpall vendime dënuese ndaj ish krerëve të OÇK-s, deklaron Çaka. Synimi kryesor i protestës, sipas Çakës, është bashkimi i forcave politike kundër Albin Kurtit. Kështu në thelb, protesta përbën një formë presioni politik, e cila ndonse në pamje të parë mund të duket si përpjekje e drejtë, mbart disa mangësi që mund të analizohen më në detaje. Pjesëmarrja e Edi Ramës në protestën e organizuar në Tiranë nga OVL-ja e OÇK-s e kthen këtë ngjarje në një manifestim politik. Synimi kryesor duket se është bashkimi i forcave politike kundër Albin Kurtit, të cilin padrejtësisht disa e konsiderojnë si faktor për krimin e gjykatës speciale apo si të pa interesuar për fatin e ish krerëve të OÇK-s në Hag. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Sali Berisësh nuk merr pjesë në këtë protestë për shkak të pranisë së Edi Ramës, të cilin e akuzojnë si person që ka sankcionuar Kosovën, që e konsideron veriun e vendit si tokë të askujt dhe si vëlla të Vučićit. Në fakt, Rama është perceptuar nga shumë kush si sabotuesi i interesave të shtetit të Kosovës, sidomos për shkak të rolit të tij në proceset politike që kanë cënuar integritetin territorial të Kosovës dhe për faktin që nuk kanë dënuar qartazi sulme terroriste serbe në veri të vendit, shprehet politologu. Situatën e ish krerëve të OÇK-s ai e konsideron të ndërlikuar, gjersa komenton edhe deklaratat e dëshmitarit Rubin. Situata aktuale e ish krerëve të OÇK-s është mjaft e ndërlikuar, sidomos pas deklaratës së fundit të James Rubin, dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj zotit Hashim Thaçi dhe dhomat e specializuara në Hag. Deklaratat e Rubin përbëjnë një ndërhyrje serioze në narrativën historike të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pasi ai mohon ekzistencën e strukturave drejtuese dhe organizative të OÇK-s. Një interpretim i tillë i njëanshëm bie ndesh me dokumentacionin historik dhe dëshmitë e kohës, duke cënuar karakterin politik dhe të organizuar të luftës çlirimtare, thekson Çaka. Protesta së premtes në Tiranë ka gjetur përkrahje nga partitë politike PDK, AAK, të cilat edhe do të marrin pjesë, por jo edhe nga LDK-ja e vetvendosja. Edhe pse lëvizja vetvendosje ka përkrahur protestën, ajo nuk ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj. Mos pjesëmarrja e LDK-s dhe vetvendosjes, sipas Çakës, dëshmon se është një ngjarje politike. Politologu jep një kronologji të formimit të gjykatës speciale, gjersa shton se qëllimi i qartë i Serbisë është që të relativizojë krimet e kryera gjatë luftës në ish Jugosllavi. Mos pjesëmarrja e vetvendosjes dhe LDK-s në këtë protestë tregon qartë se bëhet fjalë për një ngjarje politike, jo qytetare dhe rrjedhimisht nuk pritet të sjellë rezultatet e dëshiruara. LDK historikisht ka akuzuar AAK-n dhe PDK-n si përgjegjëse për vrasjet e pasluftës të aktivistëve të saj, por ky diskurs është zbehur që prej ardhjes në pushtet të vetvendosjes. Dihet se LDK-ja këtë temë ka përdorur gjërësisht në periudha fushatash elektorale. Paradoksalisht, vetë LDK-ja ka mbështetur krimin e gjykatës speciale duke deklaruar se nuk beson në drejtësinë vendore. Problemi më i madh qëndron te fakti se themelimi i gjykatës speciale ishte një vendim politik i cili rezultoi jashtëzakonisht i dëmshëm për shtetin e Kosovës. Në vend që të krijohej një gjykatë vendore që trajtonte krimet e gjenocidit serb gjatë luftës në vitet 98-99, përfshirë edhe rastet e pasluftës, Kosova u detyrua të pranojë një gjykatë që në praktikë ka objekt të kundërtën. Një gjë e tillë u bë e mundur për shkak të mungesës së pastrimit të sistemit të drejtësisë që mbetet i kapur nga klane politike dhe struktura me ndikim serb. Gjykata speciale u krijua mbi bazën e raportit të senatorit zviceran Dick Marty, i cili pas një provë konkrete akuzoi UÇK-n për trajtime çnjerëzore dhe trafikim organesh.
Ky raport u miratua më 25 janar të vitit 2011 nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me vetëm 8 vota kundër, më 3 gusht 2015, pas debateve të shumta Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese me 82 vota pro, 5 kundër dhe 1 abstenim, duke hapur rrugën për krijimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Më pas, Kuvendi miratoi dhe ligjet për funksionimin e këtyre institucioneve dhe për mbrojtjen juridike e financiare të të akuzuarve, ndërsa Kushtetuta e Kosovës u plotësua me nenin 162. Në të vërtetë, Serbia e zhvendosi qëllimisht vëmendjen nga krimet e saj dhe nga transplantet e organeve të kryera nga Spitali Ushtarak VMA, duke lançuar shpifjet për të shtuquajtur në shtëpi e verdhë në Shqipëri. Në fakt ishte vetë Serbia ajo që kishte kryer trafikim organesh ndaj shqiptarëve të Kosovës. Këto trillime të Dick Martit dhe Del Pontes kishin për qëllim të njollosnin luftën e drejtë UÇK-s dhe të demontonin imazhin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Shumë dëshmi e përgënjeshtrojnë kategorikisht pretendimin për trafikim organesh nga pala kosovare. Zoran Stihović, specialist i mjekësisë ligjore në Beograd, ka deklaruar se një gjë e tillë ishte teknikisht e pamundur të ndodhte nga ana e palës kosovare. Ka qenë e pamundur të ndodhte nga ana e palës kosovare, ish drejtori i Agjencisë Serbe të Zbulimit Ushtarak, Zvetko Ković, kishte deklaruar se shërbimi sekret i ushtrisë serbe nuk posedonte asnjë provë që të dëshmuojë trafikimin e organeve, për të cilin flitet në raportin e Dick Martit. Qëllimi i qartë i Serbisë është që përmes këtij narrative të relativizojë krimet e kryera gjatë luftrave në ish Jugosllavi, në mënyrë që çështja e gjenocidit të kryer nga Serbia në Kosovë dhe në Bosnjë të mbahet larg agjendave politike ndërkombëtare. Të gjitha këto synime janë të paraqitura edhe në memorandumin e Akademisë së Shkencave të Serbisë të vitit 2011, i cili përbën një vijimësi të strategjisë shtetërore serbe për rishkrimin e historisë dhe zhvendosjen e fajësisë, përfundon Çaka. Për shkak të protestës, qeveria shqiptare ka mundsuar kalimin pa pagesë në rrugën e Kombit për 24 orë, nga ora 9 e datës 17 tetor deri më 9 tetor të datës 18 tetor.